Ne kemi një program të gjithanshëm, një program i cili prek të gjitha fushat e jetës. Ne këtu kemi sjell dy flet palosje, një program ynë në fushën e bujqësisë dhe tjetrën edhe programin për sa i përket pensioneve. Dhe atë paketën të 100 ditëve që ne zotojmë dhe ajo është kontrata jonë e parë me ju që atë do ta realizojmë brenda 100 ditëve. Ekipi ynë është një mozaik i plot, punojmë të gjithë për një qëllim që të fitoj njëshi, të fitoj Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Kanina është një vend me histori të veçantë në historinë e Shqipërisë, jo thjesht në historinë e Vlorës. Të gjitha tokat e Kaninës u takojnë banorëve të Kaninës. Të gjitha ata që duhet të marrim shpërblimin për tokat e tyre që u përdorën për autostradën apo për procese të tjera të infrastrukturës, të kompensohen dhe të dëmshpërblen në Kaninë të shtrohet problemi i furnizimit me ujë. Edhe në këtë problem ne do jemi shumë rigoroz dhe do veprojmë gjithmonë duke konceptuar veten si shërbestar tuaj dhe do realizojmë të gjitha ato gjëra që deklarojmë në takime. Partia Demokratike ka një program të plot i cili është përgatitur nga ekspertët më të mirë vendas dhe të huaj, i dedikohet totalisht qytetarit. Për ata që e kanë pensionin mbi 200 euro do të ketë një rritje graduale dhe do të jetë 20% rritja për ata që trajtojnë me një pension mbi 200 euro. Të gjitha këto do të vinë duke e ndihmuar edhe biznesin i cili paguan këto paga, pra pagën minimale apo mesatarizimin e pagës në 1200 euro. Për të gjitha ata që do të trajtohen me minimum jetik, për pensionistët do të ketë kartën e konsumatorit. Do të bëhet reduktimi i TVSH-s, patjetër nga 20 në 15% për të gjithë qytetarët. Do të trajtohen me pagesë edhe kujdestarët e personave me aftësi të kufizuara, të cilët nuk trajtohen sot ose edhe po trajtohen me një pagesë qesharake. Reduktimi i çmimit të energjisë elektrike, i cili prek të gjitha fashat, pra prek edhe qytetarët, edhe fermerët, edhe blegtorët, edhe biznesin e vogël, edhe biznesin e madh, edhe biznesin e mesëm. Partia Demokratike është shumë e vendosur që të ruaj familjen tradicionale. Ne nuk mund të kemi Shqipëri madhështore, nuk mund të kemi më një Shqipëri nëse nuk i kushtojmë vëmendjen e dur pikërisht familjes. E dim të gjithë që familja është qeliza e shoqërisë dhe pa atë nuk mund të ketë ekzistencë. Dhe kur dëgjoj këtu që fshati Kanin vuan akoma në 2025 për ujë të pishëm që është disa metra larg nga Vlora, kjo është një skandal shumë i madh. Jem një derë hapur për gjithë, të mundohem të pres përqet të zgjidhjet sa të ke mundësi, sepse është vetëm i vend që kemi nevojë për një derë për të rokitur. Përfaqësues i ballit kombëtar në koalicioni me Partinë Demokratike për Shqipërinë Madhështore. Ju bëj thirrje të gjithëve të votoni numri 1, të votoni programi madhështor dhe për rinim madhështor. Faleminderit të gjithëve.